Arban Osmani, një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara të ekranit shqiptar, ka folur për herë të parë pas vendimit të papritur të televizionit Top Channel për të larguar nga pozicioni i saj si moderatore. Me një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në këtë media, Osmani ka qenë për shumë vite një nga shtyllat kryesore të programeve më të ndjekura, përfshirë edhe spektaklin Big Brother VIP. Megjithatë, siç ka deklaruar ajo së fundmi, mënyra se si u trajtua nga televizioni ku punoi për kaq gjatë e ka lënë të zhgënjur dhe ndjer e tradhtuar. Sipas deklaratës së saj, kontrata e Arban Osmanit ishte ende aktive dhe do të zgjaste edhe për 2 vite të tjera. Pavarësisht kësaj, Top Channel mori vendimin për ta ndërprerë marrëdhënien e punës me të, duke e zëvendësuar me moderatorin Ledion Liço. Më e rëndësishme, sipas Osmanit, ishte mënyra se si ajo u informua për këtë vendim, përmes një mesazhi në aplikacionin WhatsApp, vetëm 1 muaj para fillimit të sezonit të ri të Big Brother VIP. Ajo theksoi se nuk kishte marrë asnjë telefonat, asnjë njoftim zyrtar dhe asnjë diskutim të sinqert për një vendim kaq të rëndësishëm. Me deklaratën e saj të hapur, Arbana ka thënë se ndihet e lënduar dhe e poshtruar nga ky trajtim. Ajo u shpreh se gjithçka që ka bërë ndër vite për këtë televizion është kelur me këmbë dhe është hedhur poshtë pa asnjë konsiderat. Ndërsa publiku e ka ndjekur dhe mbështetuar me përkushtim brenda ambienteve të Top Channel, vendimi për të larguar nuk ka pasur as transparencë dhe as ndjeshmëri njerëzore. Kjo situatë ka ngjallur reagjime të shumta edhe në rrjetet sociale, ku ndjekësit e Arbana Osmanit kanë shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e tyre për moderatoren. Shumë prej tyre janë shprehur të zhgënjur nga mënyra se si një figurë kaq e rëndësishme është trajtuar nga një institucion mediatik për të cilin ajo ka kontribuar për më shumë se një dekadë. Vendimi për ta zëvendësuar me një tjetër moderator, pa një arsye të qartë publike, ka ngritur pyetje serioze për mënyrën e menaxhimit të burimeve njerëzore në televizionin në fjalë. Në përfundim, kjo ngjarje hedh dritë mbi sfidat që përballen edhe figurat më të njohura të ekranit dhe mbi faktin se as sukseset e mëdha nuk janë gjithmonë garanci për respekt dhe mirëkuptim profesional. Historia e Arban Osmanit na kujton se mbrapa shkëlqimit të ekranit ka histori personale të mbushura me sakrificë, përkushtim dhe fatkeqësisht ndonjëherë edhe tradhti të thellë. Po çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.